Gjë e parë që të bësh, shiko tualetet. Nëse nuk janë të pastra, vazhdo dhe ik, sepse nëse nuk është aty pastërtia, mos pretendo që do ta gjesh në fushat e tjera të shërbimit që ti do marrësh. Ç'a më bën përshtypje më burr. Sa herë që kam shkuar në një vend interesant, ndoshta pak luksoz e tjerë, tualetet. Si ka mundësi që si vetë rëndësi tualeteve burr? Po, kjo është Këm ka bërë shumë përshtypje, si në restorante të mira, si në bare të mira. Gjëja e parë që duhet të ketë një biznes, për shembull pjesa e barave apo restoranteve, ose hoteleve, është pjesa e higjienës. Kur kam bërë një trajnim, një profesor më ka thënë, gjëja e parë që të bësh kur të hysh në një restorant ose në një bar ose në një hotel, gjëja e parë që të bësh, që ti të vendosësh të qëndrosh tek ai ambient, shiko tualetet. Nëse nuk janë të pastra, vazhdo dhe ik, sepse nëse nuk është aty pastërtia, mos pretendo që do ta gjesh në fushat e tjera të shërbimit që ti do marrësh. Dhe këtu gabojmë. Ky podcast është sponsorizuar nga Armal Mamaçi Training, kompania e cila suporton misionin ton për promovimin e vlerave dhe sipërmarrjes në Shqipëri.